Gazeta zvicerane NZZ ka plotësuar raportimin e së martës për takime diskrete në soluturn të Zvicrës, duke thënë se ndonse Besnik Bislimi e Marku Gjuriq kanë qenë pjesëmarrës në bisedimet jo formale të bashkë organizuara nga qeveria zvicerane, por ata s'janë takuar direkt në zvete. Në paragrafin ku përmendet Bislimi e Gjuriq, tashmë është shtuar edhe fjalia, megjithatë, ata s'janë takuar kur me zvete. Derisa në versionin origjinal dhe të pandryshuar të tekstit një fjali e tillë nuk figuron. Të martën anëtarë të lëvizjes vetëvendosje reaguan përnjëherësh, duke sulmuar mediumin zviceran dhe mediat në Kosovë që cituan këtë medium. Të mërkurën pas përditësimit të lajmit, zyrtarë të qeverisë e cilësuan si deformim të asaj se çfarë kishte shkruar gazeta. Për të shuar definitivisht keq informimin e shëllimshëm dhe dezinformimin e asaj çfarë ka shkruar gazeta, ajo sakson se zëvendës kryeministri Bislimi nuk është takuar me Gjuriqin, por në kuadër të artikullit përmenden si emra që kanë qenë ndër pjesëmarrësit e takimeve që organizohen që më shumë se 10 vjet. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e Zvicrës dhe organizata amerikane CIG, ka thënë këshilltari Besnik Bislimit Klinsman Kadiu në një postim në Facebook. Gazeta zvicerane NZZ ka raportuar të martën për takime jo formale të mbajtura në qytetin e Soluturnit në Zvicër. Mes emrave të përmendur në artikull janë edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dhe kryediplomati serb Marku Gjuriq si pjesëmarrës. Një politikan i lartë kosovar dhe një politikan i lartë serb ecën së bashku në qytetin e vjetër të Soluturnit drejt hotelit të tyre pas darkës. Në planin publik në të dyja anët dominojnë qëndrimet e ashpra, por në qytetin e vogël zviceran përfaqësuesit e të dyja palëve flisnin me njëri tjetrin aq familjarisht, saqë kjo befasoi edhe ata që e njohin mirë konfliktin, kishte shkruar gazeta Neue Zürcher Zeitung. Gazeta ka shkruar se këto takime nuk ishin konfirmuar asnjëherë e as nuk ishin njoftuar për to.